kam qëtë problem me pronorin e banesës, ma ka rrit qëron pa arsye, sigurimi ligjor edhe sherrri me qëron. Pjo marr ose pjo kallëzoj një shembull në çfarë raste vyn sigurimi ligjor në Zvicër. Shembull me qëron. Para më të qysh jetu e pagu banesën me qëro, të vjen letra për pronorit banesës, prej muajit të ardhshëm të rritet qëroja për 200 frank. Arsyeja, kënë bërë disa renovime të vogla të shkallët, shembull. Ti tash ti thu qysh është e mundshme 200 frank me arrit qëron për këtë punë. Pa sigurim ligjor, e thërë pronorin e banesës, edhe thu hej, është në rregull, nuk është në rregull, çka bën ti, shkon te një avokat, që me një anë start e ki 400 frank orën. Nashta del puna që të kushton 5-6.000 frank ai avokat, nashta ta kryen problemin, po që e ki harxhu me 1000 frank për avokat. Edhe ki shumë ma shumë stres. Derso nëse e ki sigurimin ligjor, veç e thësh sigurimin, ka shumë shembulla që e ki Generalin, Alliancin, Syrin e tjerë. Edhe e thu, e kam qëtë problem me pronorin e banesës, ma ka rrit qëron pa arsye. Këtë rast aty e ki një avokat, se është i njëjti, vetëm që ndërlimi është aja është i punësun në atë kompani, ama është i njëjti, e ka njëjtën shkollë krynja, edhe të lyp disa dokumenta, pe ati momentit ti as nuk i stres, edhe vetëm sigurimi mirët me këtë punë.